Pyetje nga publiku, Afrodita, cili është ndryshimi midis epokës së ujorit dhe peshqve, ose ku jemi neve tani në cilën epokë? Sigurisht që kemi thënë, pra jemi në epokën e ujorit, kemi hyrë. Ndryshimi kryesor midis epokës së peshqve dhe epokës së ujorit është që në 2000 vitet që kaluan ka qenë epoka e peshqve apo e peshkut. Dhe ka qenë fjalia kryesore, si më thënë, ose citati kryesor i epokës së peshqve për çdo njeri ka qenë unë besoj. Prandaj kishin besimet, kishin fetë e ndryshme këto 2000 vitet e fundit që kanë kaluar. Pra ishte unë besoj, domethënë të thot dikush tjetër që shiko beso te kjo dhe ti beson. Edhe mund t'i dedikosh gjithë jetës tënde asaj. Mirë po, epoka e ujorit thot, citati i epokës së ujorit është unë di. Unë di, për shumë në epokën e ujorit tani, që kemi hyrë, njerëzit nuk besojnë më te lajmet që ka thënë dikush tjetër, nuk besojnë më te dikush tek fetë, ka rënë domethënë deri diku është tek unë di, domethënë unë di diturinë. Tani njerëzit nuk ka rëndësi të besosh, tani mund të filmosh gjëra, mund të shikosh gjëra, mund të shikosh më shumë gjëra se të shikoni më përpara. Pra është epoka e ujorit unë di, dhe pikërisht tani pra është mirë që njerëzit ta shfrytëzojnë epokën ku janë, të bëjnë, nëse besojnë akoma tek gjërat që thonë të tjerat, atëherë kanë ngec orari, tek janë epokën e peshqve akoma. Kurse tani unë di do të thotë ti zbulon të vërtetën dhe ti e di, s'ke nevojë më të besosh tjerët. Pra, shikon tek vetja, shikon brëndësinë tënde.